O Allah, në këtë ditë të 12 të Ramazanit, të lavdroj ty për shiun dhe rrezat e diellit. Faleminderit për të gjitha bekimet që ke dhuruar mbi tokë, çdo ditë dhe çdo natë. Le ta di gjithë bota për veprat tua të mahniqme dhe të nderoj ty, duke veshur zbukurimet e bukura të lavdërimit në buzët e ëmbëlsuara me lutje të sinqerta. Më ndihmo që asnjëherë të mos i marr bekimet e tua si të mirëqena. Dhuroja u paqen, mirësinë dhe mëshirën tënde njerëzve dhe krijesave që nuk kanë qasje në pastërti, ujë të pastër. Nëse ti je i kënaqur, frymëzoj umetin të ofroj ujë në shishe, pompa ujë për pastrim dhe elemente pastrimi, pellgje dhe rezervare për njerëzit që kanë nevojë, dhe të punojnë rreth pastrimit dhe ruajtjes së burimeve të ujit për kafshët e egra. I lartësuar dhe i patëmeta je ti, o Allah. Amin.